di pse. Misioni kalum ka qenë shumë viral edhe nuk e kam pritur që do shkoj deri në atë pikë që të prisja komente më negative nga vetë gjinia ime, nga femrat. Edhe nga femrat? Vetëm nga femrat, po thuaj se 80% e komenteve që kam lexuar në TikTok kanë qenë nga femrat. Por që di të them që kanë kishte të bëjë me një deklarat. Bravo, që kam thënë 47.000 euro operacione. Ato janë sigur sepse unë kam thënë e kam bërë 3 herë trupin nga 11.000 euro, edhe ku ka dalë domethënë që unë kam bërë trupin 33.000 euro në total. 47.000 euro minus 33.000 euro trupin, pastaj pjesa tjetër është komplet riparimi në fytyrë, se riparimi duhet me e quj tani përderisa kanë filluar dhe po më shajnë. Por që di të them që xhelozia është smundje madhe dhe çdo vajzë është shumë e pashërueshme dhe çdo vajzë ka dëshirë me u trajtu, qoftë më pak e qoftë më shumë. Unë kam zgjedhur me u trajtu ndoshta pak më shumë se normali. Mendon që ai ka nga xhelozia, jo domosdoshmërisht mund të më pas nga xhelozia. Nëse ti nuk të pëlqej unë, nuk e pse komenton nëpër TikTok keq, po thjesht e ke aq të dukshme sa që po e bën publike ato komente. Ti pse i lexon komentet? Unë për veti si lexoj komentet. Po ndonjëherë kur kam kohë, futem edhe lexoj. Me unë kohë. Meshkujt, çfarë komente kishte të meshkujve? Meshkujt. Tani meshkujt ndoshta me adres fake, nuk e di. Por që meshkujt që vërtet më njohin, normal që ka pas komente pozitive se kamera varet se si ka, por që unë ndihem mirë me veten. Që të në referendum bëneni apo ju pëlqen Safa i kemi operacion 47.000. Mos e diskutojmë më këtë çështje. Që në referendum je ku je para kolegëve Bora, Anjeza, cila ka lakmi shumë, edhe Alketa. A, pëlqeni, shikoj, me këtë fytyrën këtej? Bukur shumë, ama unë për veti nuk kisha dashur me u duk. Shikoj arsyet, sa bukur, apo të pëlqeni? Pse Alketa? Apo të pëlqen Alket? Jo, e bukur, sa fjallë, mashallah dhe vajzë me mirë. Mashallah, levis për venit Alketa. Cila pjesë po të pëlqen Alket ma shumë? Apo jo, mu me midon 47.000 euro, në këto nuk isha po personalisht. Se? Se unë mendoj që... Veç pak se emisionin e fundit dukon para një muj më sërri qmimi 47.000. Jo, tani kemi doktorin kirurg edhe dua ta pyesë çfarë ka nevojë tjetër të bëj se nuk po ndale me këto operacione. Çfarë ka nevojë tjetër? Po edhe prapasken. 47.000 për marakli nuk janë kur gjë. Edhe një gjë dua të them që nga gjithë doktorët kirurg, domethënë suportin më të madh ja jap këto kohë, sinqerisht. Më pëlqen. Doktori është një emër shumë i njohur në mjekësi e shkencës. Vërtet çka kam parë nga vajzat, punën e kanë perfekt. Është edhe mjek edhe artist i berexhur i fushës. Kështu, do më thonë, mirë po dukesh, mirë po edhe bukuria dhe jo bukuria nuk kanë fund. Mirë po me unë ndërlidh me atë që atë, po thamë dikosh një zoj, shqiptare, të jetu në Prishtinë, me 73 vjetë, ka ba me ba një intervenim estetik. Do më thonë, largimin e rrudhave në Kaballi. Me 73 vjetë shqiptare. Në më thonë, gjdo kush do në duk bukur. Që ka ndodhë kur, tash? Ndo shta ka 10 vite. Mirë po, ka shumë veta, për shamë me 64 vjetë ka ndodhë, kam pas me 67 vjetë, që ka ardhë me bahunden. Gra për burra? Me të drejten deri kodë fundit kanë dominu, ende dominojnë femrat, mirë po kodë fundit është rritë edhe numri i meshë. Deri të kjo mosh, do me thonë, shprej kërkesa për ndërhyrje? Jo, une fole general. Konstrukt estetik, po. Mirë po kryesisht femrat janë, do me thonë, jëmë paciente me të shpeshta, mirë po edhe përqindja të meshkujt është në rritje. është trend botë, çdo kush edhe po dojmë me pas telefonin më të mirë dhe garderobën më të mirë dhe makinën më të mirë dhe mirë po prapa ato tjera janë në raport me trupin ton janë domethënë një nivelit më të ulët se sa trupi të shëndetit vet. Më thonë çdo kush po don më duk bukur, që sikur na më ne keni si kjo studio, më duk sa më bukur.